shohët dikush edhe i citon disa ajete të luftës. Surat al-Anfal. Goditni, po kupton në luftë, në qafa, në trup, ku e di une. Mirë nderu. Nëse sot si mjet të luftimit është kallashi, është raketa, janë dront. Dje çfarë ka qenë? Ka qenë shpata. Dhe nëse ti me shpat ke dalë në luftë, çka ki bo me shpat? Ti me i thonë, se ai tipi çfarë thot? Thot kjo është terrorizëm. Bukur. Po kryqëzatat e juaja kur dolen me shpata, çfarë bën? Çfarë kanë bën? Kanë shkip lule, apo? Ti në luftë, keme bo luftë që shduhet. Kur jenë pace, jenë pace. E Allah në Kur'an që thot kush e mbron apo kush e shpëton një njeri, është sikur me shpëtu gjithë njerëzimin. Ku piqon këto ajete? Duhet me shiku këto ajete. Nuk është mi morë gjysmak. A e din kur ka zbrit kjo ajet dhe kjo tjetri, kjo sura apo kjo sure? Nuk e din. A thret Allah subhanahu wa ta'ala me dal në për rrugë dhe me vra njerëz, po qoftë krishter, jehud dhe jo musliman të tjerë, me shku në për Evropë, me bo sulmeve të vrasëse, në për metro, e në për kishat të tyre, me i prin qaf, apo ku e dione që ka ndodhë, nuk mohohet, a thret Allah zëvëgjel këto mi bo? Ja. Allah zëvëgjel nuk i thret këto zëvëgjel mi bo. Këto e në keq kuptime të ekstremistve, sikur që ka ekstremista edhe në palën tuaj, që ai ekstremizm është duke u përhapur në Kosovë, të frymzuar nga çarche të ndryshme të së djathtës ekstreme në Evropë, dhe me atë narrativ po munohen këtu me e sulmu popullin shumic musliman. Ligjvënsi i urtë Allah subhanahu wa taala me gjithë drejtësinë dhe urtësinë e tij ndaloi luftëtarët e parë musliman nga ballafaqimi me gratë dhe vrasja atyre. Nuk lejohet gratë as fëmijët me i vra, as foshnjat. Madje ndaloi vrasjen e murgjërve në manastire. E ka ndalu Muhamedi alayhi salatu wassalam me shku me i vra priftrind në kisha, duke adhuru Zotin ata që adhurojnë formën e tyre. E ka ndalu.